gati tani të Për recetën tjetër. përgatisim recetën tjetër, ndërkohë para se të shkojmë tek receta tjetër, këtë kripën po e shtoj tek tasi, bëjmë një përmbledhje të petullave, produkteve që përdorëm për t'i përgatitur. 2 vezë, pak krip, 2 gota kos, 2 gota ujë, 4 gota të plota me miell, 1 lugë kafeje sot buke, 1 filxhan kafeje qumësht dhe vaj për skuqje. Pra petulla me kos. Tani, receta përfundoi për t'i skuqur ato, se nuk përfundoi për ta konsumuar, për t'i shërbyer, por përfundoi ekzekutimi i saj. Na mbetet pak minuta më pas për t'i skuqur në vaj për skuqje. Derisa të pushoj brumin, ne kalojmë tek receta tjetër e patullxhanëve. Shohim pak se çfarë përmban kjo recetë dhe si do ta përgatisim në kuzhinën tonë. Paraprakisht kemi pjekur skuqur patullxhan, të cilët do t'i mbushim me mish të grirë. Merrni 4 patullxhan, mish të grirë, 10 gram dhjam, nëse e keni, nëse doni ta përdorni, 1 qep mesatare, 2 speca jeshil, 1 spec i kuq, 2 domate të grira, 1 lugë gjelle salcë domatesh, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, krip piper i zi kumin, djath kaçkavall i butë. Dhe të gjitha i tham, tu kam mishin e grirë bashkë me qepën. Sepse po t'i vendos direkt tani, unë nuk kam kohë. Qepa duhet të bëhet njësh me mishin e grirë. Pra as mos kuptohet fare. Do të shtoj specin e kuq dhe përbërësit me radhë. Aty ndërtojmë dhe marrin aromat shihet me njëra tjetrën. Derisa të ndërthuren mirë me njëra tjetrën, duke e ndihmuar edhe me një salcë të koncentruar, jep ngjyrë, jep aromë të mirë, jep shije. E kam salcë speci. Salcë speci është kjo. Na ndihmojnë këto salcat që përgatiten në kohën kur perimet kanë sezonin e tyre, sepse përgjatë dimrit gatuajmë gjellët, salcat për pasta e me radhë. Po të doni ju mund të shtoni domaten, që është opsionale, në të kundërt jo. Unë faktikisht i kam shuar të gjitha përbërësit. Që kështu nuk është se më vlen edhe shumë domatja, do më vlente, po të ishte koha e domates. Vazhdimisht ne duhet të përdorim perimet të sezonit. E kemi thënë që vetë trupi përgatitet për atë sezon. Dhe them gjithmonë që vetë adrenja jonë kërkon perimet, frutat, çfarë toka jonë ka, çfarë toka jonë posejdon. Pra kam një salcë, kur thonë kam i gjellë të bukur fort. Të bukur fort. Shtoj pakës fare piper dhe masën e kripës që s'kam nevojë kështu, sepse më duhet të jetë e tillë. Tek patullxhanët që unë kam skuqur, normalisht unë kam shtuar fare krip. Sepse dua që edhe pa krip, po të jetë kripa është të mbushja, të iqi. Sa e lë? E lë aq sa tigani ka djersitjen e vetë. Ja. Pra nuk më duhet që të ketë shumë, jo shumë, po as pak të ketë ujë, pra tjetë pak a shumë e thatë, pak a shumë. Pra vetëm këtë shkëlqimin e djersitjes. E mirat mira dhe është që unë e lëm dhe pak të shtoj edhe pak zgjalp që të jap atë shijen e rafinuar. Edhe jep aromën dhe i zbut, kështu që ne i lëm që të gatuan mirë perimet bashkë me mishin. Rikthehemi dhe ripërsërisim përbërësit e recetës tonë. Ne kemi gati mbushjen. Janë zbutur specat, 2 ngjyrshe, domatja, salca po ashtu. 4 patullxhan, po gatuajmë një recet, një tavë me patullxhan të mbushur me mish të grirë. 500 gram mish i grirë,
qep, speca, speci kuq, receta ka dhe 10 gram dhjam, ne nuk i vendosëm, duke qenë se i shtuam gjalpin. Kemi spec të kuq, pra domate të grira, kemi salcë tomatesh, vaj ulliri, kri, piper i zi, kumin, një erëz shumë e këndshme, dhe djath kaçkavall i butë. Tani qëngër ka një proces. Ja. Një trëndafil i voçkël këtu. Edhe ne përshtatemi pak me ditët tani që duam të krijojmë receta jo vetëm të shijshme, festive, por edhe të bukura në servirje. E kam të mamë të, për... E tillë. Super. E bën dhe më individuale atë racionin brenda tavës. Dhe këtë proces, meqense duam ta shohim pak më nga afër me kamerën, mund ta bëni për çdo pjesë tjetër të patlıxhanit. Kështu, do merrni një tas të tillë të vogël. To të pankeksave, to të... I marë sërish tani dhe filloj... Tani jo. Tani... Fetat e patlıxhanëve. Duke qenë se janë skuqur këto dhe janë të përkullshme, janë elastike, janë të menaxhueshme. Po, duan skuqje të mirë, faktikisht. Duhet që të kenë një bazë të duhur. Dhe kur shikoni që janë pak sa për shembull, jo, e pashë ka dhe një mangësi këtu. Opa, ja. Dhe tani unë kam një shtrat shumë më të gjërë. Pra të fuqishëm si shtrat, mban. Palosim dhe kështu siç e mbushëm, do ta përmbysim tek tava, duke i shtuar më pas edhe djath kaçkavall të butë të grirë. Si që kam, ja, opa, kështu të tillë. Dhe veproj. Kjo është një mënyrë ekstra, një mënyrë tjetër e veçantë, speciale që të tregojmë se pra janë individuale. Ne në shtëpi mund të bëhemi ato shefat. Janë, anvisat janë shefat të shtëpisë, shefat e të tyrezës, të recetave, të pjatave. Edhe këtë këtu jap një tendencë shtypjeje, pa tjetër. Që të ngjeshet mirë, të mbahet dhe djathi pastaj sipër. Këtë këtu. Çfarë e bën? E ngjit, e mbledh dhe krijon atë të polën. Opa, edhe këtu, Niki. Në të kundërt, pastaj do shtrohen patlıxhanët, siç bëjmë në mënyrën tonë klasike të mbushjes së tyre. Mbushjen mbi to edhe sipër përsëri fetat e patlıxhanëve. Rreshti fundit janë këto djathi i butë, i shkrirë, që shkrinë edhe që shumë interesante kështu. Pra janë individuale. Është praktike për ta shërbyer, për ta servirur. Opa, edhe kjo këtu, edhe djathin në sipër. Dhe shifeni prak, besoj se do t'ju pëlqejë dhe juve, është shumë e thjeshtë për ta përgatitur, një nga ato tasat e vegjël, çfarë do lloj forme, mund të jetë formë katrore, mund të jetë formë rrumbullakët, për të mos na u tharë
Gjatë pjekjes, Po të shtojmë doni. edhe fetat e domateve. Mund t'i vendosni të tilla. Ja, këtu, opa, ja. Me pakës fare. E na dolën kështu simetrike, me kuqe e bardhë. Pakës krip, Shumë pak vaj. tek domatet. Sepse djathi ka yndyrën e vetë. Dhe direkt në E furrë, përfunduam? në sa gradë, po të 200-ta, po në mos 200, po 210, po në mos 210, shkurt Varet fare, nga furra. pazari fundit, 220. Varet nga furra që ka gjithë secili net e 220 apo e vendosim. Ndërkohë, rikthehemi më pas reklamave për të skuqur petullat dhe për të përgatitur supën. Me tavën me patlıxhan, besoj se kemi përfunduar, shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer mënyra dhe metoda që zgjodhëm sot ta gatuajmë. Diçka më festive. Rikthehemi pas pak.